Sipas Institutit të Statistikave, gjatë tremujorit të dytë të vitit, pothuajse të gjithë treguesit e shërbimeve dhe prodhimeve kanë shënuar rritje, ku më e madhja është tek pagat. Sa i përket shitjeve neto, rritja më e fortë është regjistruar në pasuritë e paluajtshme dhe në hotele. Këto të dhëna nga ana tjetër flasin për ndikimin e turizmit dhe tregut të pasurive në rritjen e ekonomisë. Aktivitetet në pasuritë e paluajtshme kanë pësuar një rritje të shitjeve neto me 11.1% krahasuar me një vit më parë. Po ashtu numri i punësimit është rritur me 3.7%, ndërkohë që pagat me 18.2%, nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ndërkohë, në kategoritë e hoteleve, të gjitha indekset paraqiten me rritje. Indeksi shitjeve neto paraqitet me rritjen më të madhe nga të gjitha kategoritë e tjera, përkatësisht me 14.5%. Për sa i përket punësimit, rezulton se hotelet paraqisin një rritje prej 8.7% krahasuar me vitin e kaluar. Përveç numrit të punësuarve, edhe pagat paraqiten me rritjen më të lartë, përkatësisht me 25.2%. Gjithashtu edhe në bar-restorante paraqitet rritje në të gjitha sektorët, çka përkon me nisjen e sezonit të ri, ku dihet që ka më shumë nevojë për staf dhe pagat janë më të larta. Përkatësisht me 12% janë rritur pagat dhe me 1.6% numri të punësuarve. Rritje vjetre edhe në të gjitha kategoritë për sa i përket transportit, si dhe tregtisë me pakicë. Nëse i referohemi të dhënave për prodhuesit e të mirave, pagat shënojnë rritje në të gjitha sektorët. Në industrinë uljen më të madhe kanë shënuar shitjet neto, ndërkohë sektori i energjisë elektrike ka shënuar uljen më të madhe në indeksit e prodhimit në volum me 5.2%. Edhe furnizimi me ujë dhe trajtimi mbetjeve ka shënuar një ulje prej 4.7% në indeksin e shitjeve neto. Ndërkohë, për sa i përket ndërtimit, është shënuar rritje në të gjitha kategoritë e tij.